të dy i respektoj shumë në qasjen humane dhe i heq kapelen për guximin që kanë marrë, sepse kanë të pjesshme. Pra, zonja Manasirliu la shumë gjëra për të vazhduar këtë garë. Zonjës Manasirliu prepozuat, paktën nga Isa Pam. Kurse Flori është zgjedhja e tij. Jo, edhe zonjës Manasirliu mund mos ta prononte, ti propozoi, ti thoshe nuk e dua, do ta mbaj, por në propozimin ajo prapë bëri sakrificë. Unë e quaj sakrificë se të jesh grua, të merresh me politikë, të jetosh në Shqipëri nuk është bekim i madh. Ta garantoj këtë. Është një sakrilegj shumë i madh sepse vetë qenia grua është shumë fragjile dhe është shumë e prekshme në shoqërinë tonë. Dhe nuk e kam problem dhe burrat dhe gratë të bëjnë copë dhe mendoj që njeriu që hyn në politikë nuk ka rëndësi se është burr apo grua, po gruaja e merr këtë peshën dhe unë jam për këtë gjë. Nga ana tjetër Flori është në momentin e tij më të mirë dhe unë mendoj që për Florin nuk mendoj për zgjidhjen fundore, se do ta them dhe zgjidhjen fundore. Po për karrierën e Florit, kjo është karriera më e mirë dhe e përshëndes shumë fort, që ai po hyn dhe po garon me një figurë politike që është në nivelin e saj më të mirë të mundshëm, që është zonja Manasirliu. Pra, në aspektin e vlerës politike, jo analizave të tjera ku diun se çfarë, që garon dhe me një parti të madhe. Pra, Flori hyn dhe bën 3 gjëra. E para tregon që sot ka momenti që politikën unë jam që duhet ja ulëm të rinjve dhe do doja shumë që të gjithë ata pas viteve 90 të bëjmë pjesë reale e politikës me format edhe si puna Florit, që në fund të ditës futet me idenë që unë do ta fitoj betejën, por ai ka fituar një betejë shumë të madhe, se ka hyrë në staturën e garusit të një gare që brenda nuk ka politik të mirëfillt, brenda ka shërbim të mirëfillt dhe që mund të dalë edhe politike është, pavarësisht se janë zgjedhje lokale. Ja, këtu pra të gjithë neve kemi bërë këtë gabim dhe themi pse hyn ke gabimi, ne themi është garë, jo nuk është garë politike. Kjo është garë përballë 2 individëve, të cilët garojnë për vendin e kryetarit, se këshilli është zgjedhur. Këshilli është politik. Nuk kemi, se dua ta sqaroj këtë, po çfarë gara është kjo pastaj? Kjo është garë të 2 individësh, të cilët kanë pranuar të garojnë për kariken që kanë ngelur për 1 vit e gjysmë të kryetarit. Këshillin politik e kemi, apo jo? Pra, a kemi këshillin e Tiranës? I kemi dhe këshillat e tjerë. Një kandidate, zonja Manasirliu, është pjesë e një partie. Partia Socialiste ka bërë, do me thënë, ka sakrifikuar një nga figurat më të rëndësishme. Kjo është sakrifica pra që po them që bën zonja Manasirliu. E qartë për këtë. Sepse duhet ta kuptojmë një gjë, asnjëherë media dhe asnjëherë njerëzit nuk kanë thënë, këtu kemi garë të 2 njerëzve. Zonjën Manasirliu e mbështet Partia Socialiste, patjetër, sepse këshilli partijak do që të ketë atje kryetarin ta ketë nga partia e tij, nuk do që ta ketë nga partia tjetër, ashtu si dhe këshilli tjetër partijak, nëse bie dakord, bën zgjedhjen se mundet një pjesë e PD-s të votoj zonjën Manasirliu, pra duhet kuptojmë një gjë, kjo nuk është garë politike, kjo është garë midis individëve. Tani, shqiptarët, qasja e shqiptarëve sot, përballë këtyre 2 figurave. Tani, mos ta harrojmë dhe Arlind Qorin. Atëre, qasja e shqiptarëve sot përballë këtyre 2 figurave nga ushqimi mediatik që ne kemi bërë, dhe nga ushqimi që bërin në partitë politike i quan si garë politike dhe i shohin të veshur politikisht. Në fakt nuk është garë politike. Vendimarrje nuk e bën kryetari i bashkisë. Kryetari i bashkisë është menaxher. Vendimarrjen e bën këshilli dhe e bën plani i zhvillimit. Si menaxher që është, ai duhet të loboj fort për të rritur të ardhurat e bashkisë. Në këtë qasje, shqiptarët duhet të shohin kush deri tani ka treguar sa i aftë të jetë menaxher. Zonjën Manasirliu e bëjnë të dallim shqiptarë zonjën. Po duhet ta ndihmojmë pra që t'i bëjnë, se deri tani ne kemi futur në qerthudhim politik, po kjo nuk është garë politike. Kjo është garë kanë dëguar që votojnë partinë. Po sot pra nuk kemi parti. Sot nuk Flori është mbështetet nga opozita. Prapë është garë qasi komplet e gabuar. Shiko sa politikisht jo korrekt jemi ne. Ne, unë, juve të gjithë, kur të shkojmë të votojmë, për vetëm emrat e kryetarit të bashkisë. Fleta e votimit do t'jetë vetëm për këta. Por nuk mund të anashkalojmë faktin që Ogerta Manasirliu është e Partisë Socialiste. Jo vetëm që se anashkalojmë, po i themi Ogerta Manasirliut bravo. Dhe këtë tani dua të marrë. Pra, Ogerta Manasirliu, si zonjë që është, e ka
bazën e Partisë Socialiste e ka aty, nuk i lëviz. Tani, Ogerta Manasiriu duhet luaj me emrin e saj që të marri përtej të majtës të djathës edhe të qendrës. Ndërkohë që dy kandidaturat e tjera kanë, në qoftë se Flori merr gjithë opozitarizmin, atëre